Kilometri i fundit mbaron në derën e doktorit. 5 vite pasi në këtë shesh u përball me Salianin për hir të rikthimit të doktorit, Dritan Burgia, një nga 2 këshilltarët demokratë të përjashtuar, zbuloi karmën e idhur personale. Sot jam këtu përpara jush për të marrë shpjegime dhe për të kërkuar dinjitetin tim. Demokratët e Durrësit donin të takonin Berishën, por në oborin e Partisë Demokratike ishin marrë masat. Për t'u ballafaquar nuk ishte Berisha, kurse sa për akuzën se ka mbështetur kandidatin socialist me 11 maj Ani Dyrmishin, në krah të Burgis ishte vetë kandidati më i votuar i Partisë Demokratike në Durrës, Ndrec Pjetrin. 3 vjet kam qenë ushtar i Berishës. Dhe vazhdoj të jem akoma për të gare barabartë. Sot mbështes Salianin, që fatkeqësisht më dalë me druat i mbarat, por e mbështes, sepse duam liri, duam tamam të jenë votat, të votojmë të demokratë, jo të ndërrojë emrin Sali Berisha, partia Xhaxhi, jo komunistët janë mirë. Demokratët prisnin që Berisha t'i priste në takim, por doktori nuk doli. 4 vite më parë në Durrës, të njëjtët demokrat e pritën me shampanjë, por në Selim Blu nuk i dha asnjë gotë ujë. Nga dera doli vetëm doktori numër 2, Flamur Noka, që i përshëndeti me 2 gishta dhe iku.